Në një stol pranë Pallatit të Kulturës, çdo ditë mund ta shohësh të ulur me një libër në dorë. Ruhi Civuli është 76 vjeç, por në fytyrë lexohet qartë dashuria që ka për librin, duke kthyer leximin në zakon të përditshëm. Libri për mua ka qenë pasion dhe ngjelet pasion. Të një nga shoqëruesit më të mirë në jetë për mua. Për 76 vjeçari nuk ka ditë pa libër, teksa na tregon zhanret më të preferuar të tij, ndalet edhe tek përfitimet kushtuar librave. Por veç se mëson çdo herë diçka të re, Civuli thotë se leximi sa më shumë librave i mban gjallë edhe kujtesën. Jam i apasionuar më shumë ndaj librave të historik, dramatik. Deri tani ose mund të them që muaj më kap me 10-15 libra të lexuar. Nëpërmjet librit unë edhe e forcoj memorien time, marr diçka, mësoj diçka. Për të rinjt ai ndjen keqardhje që janë distancuar nga libri. Vjen keq për rinin e sotme, që janë shkëputur shumë nga libri. Mos them fare. Për arsye ndoshta ka dalë digitalizimi të dhe më shumë merren me celularin, Facebookun, Instagramin. Ruhiu ka shërbyer për më shumë se 4 dekada pjesë e bluzave të bardha, si ndihmës mjek. Pjesën më të madhe të jetës e kaloi duke u kujdesur për të tjerët, sa në vendlindje në Maqellar të Dibrës dhe më pas edhe në kryeqytet. Jam pensionist, po jam nostalgjik i kaluarës. Më herët unë kam punuar në mjekësi, si ndihmës mjek. Në vendlindjen time unë e kam ushtruar 30 vjet e 5 vjet. Dhe 11 vjet e kam ushtruar këtu. Pasioni për punën e detyroi 76 vjeçarin të përdorte biçikletën për shkak të distancës. Ky mjet për Rohiun, i cili e përdor mbi 5 dekada, është kthyer tashmë në simbol të sakrificës. Biçikletën unë e kam përdor pothuajse nga viti 74-75. E kam pas një çik edhe të detyruar për vetëm arsye se kisha edhe punën larg. Pavarësisht se terreni ishte shumë i thyer nga Maqellara në Peshkopi, që ishte 16-17 kilometra. Unë e bësha me biçikletë. Sa orë të mbante kjo rrugë? Kjo rrugë më mbante me biçikletën, më mbante mu 1 orë e 3 qarek. Gati 2 orë. Gati 2 orë. Ruhiu është shembulli më i mirë se motivimi nuk njeh moshë. Rrëfimi i tij na tregon se me dashuri për librin dhe me energji të pashtrueshme për jetën, ndihesh gjithmonë i ri, pavarësisht moshës dhe sfidave që jeta të sjellë.